Si ishte ajo kënga? E keni dëgjuar këtë këngën virale të manifestimit që është bërë virale në gjitha rrjetet sociale, të këngën I get paid to exist, abundance on my list, every breath that I take is the proof of my gift. Shumë e bukur dhe shumë e vërtet. Dhe mund të duket në fakt si le të themi një nga këto këngët e tjera të manifestimit ku njerëzit motivohen, inspirohen në sipërfaqe. Por në fakt nuk është e vërtet. Çfarë kam zbuluar është që nëse ne vërtet përputhim frekuencën tonë më të lartë të energjisë, që është autenticiteti dhe vërtetësia jonë, atëherë ne vërtet paguhemi për vetëm prezencën dhe energjinë tonë. Sepse dhuratat që ne kemi natyrale, që i sjellim për botën dhe shtojmë vlerë me to tek njerëz të tjerë, ajo mund të bëhet qëllimi më i madh i jetës tonë dhe le të themi përfitimi material që besoj na duhet në këtë jetë fizike që po jetojmë. Kështu që kam kuptuar që ne të gjithë jemi një thesar i pazbuluar si njerëz dhe kemi dhurata të brendshme. Dhe shpeshherë dhuratat ose thirrjet që ne na bëhen, ne nuk i besojmë, sepse sistemi jonë nervor është ndërtuar për të mbijetuar si njerëz. Është ndërtuar që ne të jemi të pasigurt, të kërkojmë vlerësim nga të tjerët. Mos besojmë diçka që sa kemi arritur në rezultate fizike, por gjithë kjo na mban të vegjël. Na mban në zonën e komfortit, në gjërat që kemi ditur, dhe nëse do duam përmbushje në gjitha nivelet, që gjitha cilindret të jenë duke zjaruar me zjarr, dhe që të ndihesh mirë brenda vetes tënde, sepse unë mendoj që këtu fillon konflikti gjithmonë, brenda vetes tënde nuk ndihesh në përputhje me rezultatet që ti ke në jetën tënde fizike jashtë. Këtu në fakt përputhen këta, le të themi, ky mesazh i kësaj kënge, që ne mund të paguhemi për veten për dhuratat e Zotit që na ka dhënë Zoti i universit, çfarë do që u besoni, dhe rëndësi ka që ne shtojmë vlerë te dikush tjetër, dhe shpeshherë kjo, duke le të themi thyer shumë nga tabut që ne jemi rritur, mund të vi thjesht nga mos bërja asgjë. Mund të vi thjesht nga energjia jote dhe prezenca jote dhe dikush tjetër. Dhe po, edhe kjo është diçka që mund të monetizohet. Dhe jo vetëm për qëllimin e monetizimit, por për qëllimin e përputhjes së atyre aftësive me shërbimin dhe vlerën që shton te dikush tjetër. Nëse ky mesazh ngjit me ty, kam përdorur fjalën rezonim dhe disa njerëz më kanë dhënë disa komente që mbase nuk është fjalë shqip, por le të themi që një fjalë që mua më pëlqen shumë është nëse ngjit me ty. Nëse ky mesazh ngjiti me ty, le të flasim për një punë më të thellë private, ku jo vetëm që zbulojmë thesarin që keni brenda, por dhe përputhim atë në botën fizike dhe punojmë në dinamika të ndryshme që mbase si ke ditur kur që ekzistojnë brenda teje. Pa le të themi premtuar asnjë rezultat, sepse rezultatet e jashtme, e di çfarë do ndodh? Thjesht do të jenë biprodukti ose produkti ansor që vjen nga kjo lloj hapësire që do të krijohet. Shihemi në anën tjetër.